Pas suksesit debujës që krijoi në edicionin e 4 të Big Brother VIP Albania, Gerta Gixhari është gati për një tjetër kapitull të rëndësishëm në karrierën e saj televizive. Këtë herë jo si konkurrente, por si moderatore në një nga formatet më të ndjekura të ekranit shqiptar. Burime bëjnë me dije se gazetarja dhe ish lojtarja e Big Brother VIP Albania do të bëhet pjesë e panelit e emisionit Goca dhe Gra, i cili transmetohet në Top Channel. Kjo lëvizje shënon një largim nga radio-televizioni shqiptar me të cilin Gerta ka bashkëpunuar më herët dhe një hyrje në një prej shtëpive më të mëdha mediatike në vend. Për momentin, nuk është konfirmuar përbërja e plotë e panelit të ri. Ajo që dihet është se Angel Shkira nuk pritet të jetë pjesë e këtij sezoni për shkak të shtatzanisë dhe një pauze të paralajmëruar nga angazhimet televizive. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.